Dje ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka njoftuar se 2 persona të Kosovës të akuzuar për mashtrimin e amerikanëve janë ekstraduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të ekstraduarit janë vëllezërit Ardit dhe Jetmir Kutleshi. Ambasada amerikane theksoi se ekstradimi u bë fal koordinimit të shkëlqyer dypalësh sipas traktatit të ekstradimit SBA-Kosovë. Ne e vlerësojmë shumë bashkëpunimin e vazhdueshëm të autoriteteve të kosovare për të ndihmuar qeverinë e SBA-s në këtë rast, gjë që forcon përpjekjet tona të përbashkëta për të mbajtur të sigurt Kosovën dhe Shtetet e Bashkuara, thuhet më tutje. Sipas një njoftimi të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, në dhjetor të vitit të kaluar, ishte ndaluar një faqe interneti dhe tregu i paligjshëm i dedikuar për shikjen e informacioneve të vjedhura personale, pajisjeve të aksesit dhe mjeteve të tjera për kryerjen e krimeve kibernetike të mashtrimit. Po ashtu lidhur me rastin, nga autoritetet në Kosovë, aso kohë ishin arrestuar administratorët e kësaj faqe, të quajtur Lidox, Ardit Kutleshi 26 vjeç dhe Jetmir Kutleshi 28 vjeç. Një administrator i tretë i kësaj faqe, shtetasi i Kosovës Shpem Cokoli, ishte arrestuar në Shqipëri nga organi i posaçëm kundër korrupsionit SPAK. Cokoli pritet të akuzohet dhe të ndiqet penalisht në Shqipëri. 2 persona janë ekstraduar nga Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të dyshimit se kanë dëmtuar qytetarët amerikanë. Kështu bëri të ditur ambasada e SBA-ve në Prishtinë. Personat e ekstraduar janë Ardit Kutleshi 26 vjeç dhe Jetmir Kutleshi 28 vjeç. Të dy ishin arrestuar më 12 dhjetor 2024. Ata akuzohen se mbikëqyrnin faqen e internetit Right Dogs, ku bëi shitja të dhënave personale të vjedhura për kryerjen e krimeve kibernetike të mashtrimeve. Sipas të akuzës, Right Dogs kishte gjeneruar të paktën $230.000 të ardhura, që preku kishte filluar në shkurt të vitit 2016. Ardit Kutleshi dhe Jetmir Kutleshi përballen me disa akuza për vjedhje identiteti dhe mashtrim, të gjitha të lidhura me rolin e tyre si administrator të faqes Right Dogs. Ata akuzohen se ndër të tjera kishin shitur të dhënat e kredit kartëve të mira viktimave që jetojnë në SBA. Sipas Departamentit të Drejtësisë, nëse shpallen fajtor, ata mund të përballen me 20 vjet burg për akuzën e pastrimit të parave, 10 vjet burg për mashtrimin me kredit kartat, 5 vjet burg për secilën nga akuzat e vjedhjes së identitetit, si dhe një minimum të detyrueshëm prej 2 vjetësh burg për akuzën e vjedhjes së rënd të identitetit, që duhet të ekzekutohet pas çdo dënimi tjetër. Në akt akuzën e ngritur në distriktin perëndimor të Pensilvanisë, edhe një shtetas tjetër kosovar, Shpem Cokoli, ishte arrestuar në Shqipëri nga strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të njëjtin rast.